Shqipëria, identiteti dhe tradita. Jo Islami i pushtuesve, po trashëgimia e kombit. Në një kohë kur diskutimet për identitetin shqiptar shpesh shndërrohen në debate politike dhe fetare, ka një të vërtet të pamohueshme. Ne nuk mund të jemi islamofob sepse duam të ruajmë identitetin, historinë dhe zakonet e paraardhësve tanë. Shqipëria nuk është vendi i pushtuesve që erdhën dhe imponuan fe. Nuk mund të bëhet Arberia e Skënderbeut që përqafoi fen islame. Nuk mund të jenë pasardhësit e ilirëve musliman kur paraardhësit e tyre pranuan me dëshirë krishtërimin, siç dëshmojnë tekstet historike dhe vetë Bibla, libri i shenjtë 2000 vjeçar që Pali predikoi deri në Iliri. Kërkimi ynë nuk është kundër individëve, nuk është urrejtje fetare. Është patriotizëm i pastër, një thirrje për shqiptarët kudo që janë. Mësoni historinë tuaj të vërtet, njihni gjenocidin dhe asimilimin osman, mos harroni luftën e përjetshme të paraardhësve tuaj që nga koha e Skënderbeut deri më sot. Ne nuk kërkojmë që shqiptarët të braktisin fen. Ne kërkojmë njohje, respekt dhe nderim të zakoneve dhe fesë së paraardhësve tanë. Ky është themeli i kombit shqiptar. Identiteti fillon nga gjuha, kultura, zakonet dhe besimet e hershme që formuan një popull të lirë dhe krenar. Çdo përpjekje për të bërë shqiptarët të harrojnë këtë trashëgimi, për të i bërë të ndihen të huaj në vendin e tyre, është një sulm ndaj shpirtit të kombit. Nuk është patriotike të mohosh historinë. Nuk është shqiptare të kesh frikë në e vërteta. Ne jemi bijtë të ilirëve, të arbërve dhe të Shqipërisë. Ne nuk jemi islamofob, por mbrojtës të historisë, fesë dhe zakoneve të paraardhësve tanë. Dhe çdo shqiptar që ndjen dhimbje për këtë të vërtet duhet të zgjohet, të reflektojë dhe të qëndrojë krenar për rënjet e veta. Sepse Shqipëria nuk është as e pushtuesve, as e ideologjive të huaja. Shqipëria është e shqiptarëve, dhe kjo përfshin nderimin e të parëve tanë dhe të vërtetën e historisë që askush nuk mund ta fshijë.